Partia e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk do të miratojnë në parlament projekt ligjin për trajtimin e pjesëtarëve të forcave shtetërore të sigurisë gjatë luftës. Kështu ka deklaruar gjatë një interviste për Zërin Amerikës, Ministre e Integrimit të Maqedonisë, zonja Teuta Arifi. E pyetur për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni, zonja Arifi tha se BDI-ja nuk e dëshiron një zgjidhje të tillë, por as nuk e përjashton si mundësi. Me zonjën Teuta Arifi bisedoi kolegja Mirela Milori. Zonja Arifi, muajin tjetër Bashkimi Evropian pritet të nxjerrë raport progreset për vendet që duan të antarësohen në këtë institucion. Cilat janë pritshmëritë për vendin tuaj? Konsideroj se do të kemi një raport pozitiv, i cili do të nënvizoj veçanërisht fushat pozitive dhe elementet pozitive që u arritën në kuadër të dialogut në nivel të lartë. Gjithsesi, duke mos harruar edhe mangësitë e ndryshme që ka sistemi i përgjithshëm, që nënvizohen secilin vit dhe që ne duhet t'i marrim me një sens të vetë kritikës për t'i përmirësuar edhe më tutje. Duket se ka hyrë në krizë koalicioni i qeverisës, ku bëni pjesë edhe ju me partinë në VMRO, DPMNE. Si është situata? Ne kemi një atmosferë komplekse të raporteve ndërkoalicionale, e cila është krijuar gjatë këtyre 2 muajve të fundit, për shkak të qasjeve të ndryshme që kemi pasur për tema të ndryshme, dhe që konsideroj se duhet që të shikohet në mënyrë serioze, duke pasur parasysh faktin dhe se janë disa vlera që janë tejet të rëndësishme dhe ato janë vlerat e marrëveshjes së Ohrit, për të cilave vlera nuk mund të tregohet injoruese jo vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim, po cila do qoftë parti politike shqiptare e cila do të kishte pushtet. Prandaj konsideroj se edhe tendenca për të gjetur zgjedhje duhet të jetë në frymën e marrëveshjes së Ohrit dhe në asnjë mënyrë në kundërshtim me frymën e marrëveshjes së Ohrit. Një nga, le të themi, thëmbrat e akilit të cilat ndezën polemikën me koalicionin qeverisës ku ju bëni pjesë me partinë VMRO DPMNE, ka qenë pikërisht projekt ligji për trajtimin e pjesëtarëve të forcave shtetërore gjatë luftës. Sipas propozimit të partnerit tuaj në koalicion, përfshihen vetëm ish luftëtarët Maqedonas. Ju keni thënë që do ta bllokoni projekt ligjin. Si do ta realizoni këtë? Në radhë të parë, ky ligj i propozuar nga ana e deputetëve të Partisë Maqedonase në shumicë është një propozim ligj i cili është jashtë marrëveshjes për koalicionim që ne kemi me partnerin ton të koalicionit. Dhe në radhë të parë është thyer parimi i marrëveshjes të cilin ne e kemi si partner. Kjo është e para. E dyta, duke pasur parasysh konceptin e pajtimit, i cili është një koncept të i rëndësishëm sot 11 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, nuk mund të arrihet ai koncept në qoftë se eventualisht edhe nëse përgatitet një ligj i tillë, nuk do të përfshinte të dy palët të cilët kanë pësuar në këtë konflikt. Prandaj ne kemi bërë shumë të qartë si parti politike që ky ligj asesi nuk do të kalojë dhe nuk do të kalojë, për arsye se mundësitë institucionale dhe procedurale me të cilat posedojmë ne, do me thënë, janë të mëdha dhe në bazë të kësaj, do me thënë, ne do ta blokojmë në kuadër të procedurës parlamentare. Mund të çojë në krizë, në zgjedhje të parakoshme përplasja për këtë projekt ligj? Gjithsesi se të gjitha format politike mund të jenë të mundshme. Megjithatë, ne si parti politike kemi qartësuar se nuk jemi për variantin e zgjedhjeve të parakoshme, për arsye se konsiderojmë që në radhë të parë këto çështje janë çështje që duhet të zgjidhen nëpërmjet të dialogut, edhe po të ketë zgjedhje, kushdo që të jetë në kuadër të një procesi të ardhshëm parlamentar, do duhet që të ulet dhe të bisedoj për këto tema. Për këtë arsye, do me thënë, për ne nuk janë një opcion zgjedhjet e parakoshme, po opcion është marrëveshja për sa i përket për këtyre problemeve. Megjithatë, ne jemi një parti
demokratike e hapur, e cila nuk e ka problem, në qoftë se shumica të gjithë dëshirojnë që të shkojnë në zgjedhje të gatshëm, edhe për atë jemi gjithmonë. Në takimin që presidenti Maqedonisë ka pasur me presidentin e Bashkimit Evropian në fillim të këtij muaji, ai ka theksuar që janë shumë të rëndësishme marrëdhëniet ndëretnike duke ju referuar marrëveshjes së Ohrit. Faktikisht partia juaj është kritikuar nga opozita në Maqedoni, nga partia tjetër shqiptare, në opozitë që nuk keni bërë mjaftueshëm në këtë drejtim. Për sa i përket zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, si u përgjigjeni ju këtyre kritikave? Ne këtyre kritikave u përgjigjemi me shumë fakte, me faktin që gjatë tërë kësaj periudhe të pasmarrëveshjes së Ohrit, realizimi i atyre vlerave është një realizim i cili i dedikohet kohës dhe periudhës së politikbërjes së Bashkimit Demokratik për Integrim. Kudo që të ecni, në cilën do qoftë pjesë të Shkupit që të ecni, faktikisht do e shihni dëgjuesin, realizimin e Universitetit të Tetovës, përdorimin e flamurit kombëtar dhe shumë gjëra tjera dhe vlera tjera që lidhen pikërisht me marrëveshjen e Ohrit. A është e mjaftueshme? Sigurisht që jo. A mund të bëhet më shumë? Sigurisht që duhet. Dhe mendoj që në këtë drejtim orientimi ynë është shumë i qartë që vazhdojmë në këtë mënyrë dhe me vetë faktin që sot një parti politike shqiptare që është pjesë e koalicionit qeverisës e vendos interesin kolektiv përpara dhe ndal një ligj që shumica tjetër e imponon dhe e vendos aty, edhe njëherë tregon dallimin e madh të Bashkimit Demokratik për Integrim me shumë subjekte tjera politike shqiptare, të cilët kur kanë pasur mundësinë të bëjnë të njëjtën, nuk kanë dashur ta bëjnë për arsye tjera. Faleminderit për intervistën.